إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسماؤه. I bëjmë lavdërime të mëdha të pafundme të madhërishmit, gjithfuqishmit, gjithpërshtetshmit Allah. E lavdërojmë, e madhërojmë, e lartësojmë pafund atë që na dhuroi jetën. E lartësojmë, e madhërojmë dhe e falenderojmë pafund atë i cili na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve. Lavdërime, madhërime të pafundme për atë që na mbuloi me të mirat e tij. Dhe i themi i madhi Zot, na ruaj nga e keqja e punëve tona dhe veteve tona. Se vëllezër dhe motra të nderuara, nuk e pam asnjë të mirë vetëm nga i madhi Zot dhe asnjë të keqe vetëm e kemi nga duart tona. Dëshmojmë që sunduesi i madh i gjithësisë është një dhe një i vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeri si gjithë ne, i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Islam. Vëllezër, motra të nderuara, është shumë interesant që ky Islam i madh na mësoi neve të jetojmë me parimet më të larta, më dinjitoze dhe më të bukura. Na mësoi neve të jemi njerëz sjellshëm, na mësoi neve të jemi njerëz të butë, dhe na mësoi neve të jemi njerëz të dhëmshur. Ai shumë i është vënë theksi kësaj që me qenë njerëz të butë, të dhëmshur, të mëshirshëm, sa ndoshta i pjesë jona nuk e kanë dëgjuar që sunduesi i madh i gjithësisë vet, një nga emrat e tij e ka Ar-Rauf. Ndoshta e kanë dëgjuar që e vendosin njerëzit emrin Rauf, po ndoshta i pjesë jona nuk e dinë që një nga emrat që përmendet shpesh në Kur'anin famlart, po përmendet si rahmet i madh, si mëshirë e madhe. Përmendet në kuptimin e butësisë madhe dhe përmendet në kuptimin e dhëmshurisë madhe të Zotit gjithësisë. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ka nga njerëzit thotë që japin nga vetja për të kënaqur madhin Zot, dhe dijeni thotë se Zoti është i dhëmshur, i butë me njerëzit e tij. Me 10 herë, shumë herë, përmendet në Kur'anin famlart që i madhi Zot, i qofshin fal, është i mëshirshëm, por Rauf, thojnë dietarët kur e kanë përkufizuar, thojnë është kulmi i mëshirës, kulminacioni. Pra i dhëmshur vjen kuptimin e Rauf dhe i butë që nënkupton kulminacionin e mëshirës Zotit për njerëzit e tij. Se nga herë njerëzit që e dëgjojnë Islamin në media, apo që e dëgjojnë Islamin bëjnë biseda nëpër kafe, nuk i kanë të qarta këto koncepte, dhe unë ju kërkoj diçka drejt për drejti, se ky nuk është amanet vetëm i imi, është i gjithë secilit prej nesh. Ato që i dëgjojmë, t'i regjistrojmë, t'i memorizojmë dhe t'i shpjegojmë neve njerëzve. Nuk kemi kohë ne është Islami kështu apo është Islami kështu, po është koha me i thonë Islami është ky dhe s'ka tjetër. Islami është ai që një nga emrat që i shpalli sunduesi i madh i gjithësisë, njerëzisë në tokë, nëpërmjet kujt, nëpërmjet Kur'anit famlart, dhe jo filozofi të ndryshme që nuk kanë kuptime dhe s'kan bazë, s'kan argument dhe s'kan libër dhe s'kan dritë, është një nga emrat e tij Ar-Rauf, për të kuptuar ne Zotin ton dashur, sunduesin e madh të gjithësisë, që është i dhëmshur dhe i butë dhe në kulminacionin e mëshirës tij hyjnore. E mqofse i madhi Zot, i qofshin fal, është i dhëmshur dhe i butë, kush është profeti i tij dhe kush duhet jemi ne? Se Zoti është ai që është, pa diskutim, kjo që shpjegojmë ne më duket s'po jemi aty ku duhet.
Kjo është ajo që ne duhet ta shpalosim në veprat tona, në jetën tonë, në fjalët tona, dhe kjo është ajo që duhet t'i shpjegojmë në njerëzve. A imagjinoni për i çast t'i shkojë informacioni njerëzisë që Zoti i tyre i gjithësisë që i krijoi është i dhëmshur dhe i butë me to? Se si ndron në mënyrë të direkt në çast koncepti i tyre për të madhin Zot, i cili pa dyshim nga emrat e tij është dhe ndëshkuesi për ato që janë kriminalë dhe janë të këqij, por jep si ariqin e madh që për ato që janë rrugën e drejtë do t'i shikojë i madhi Zot me dhëmshurinë e tij dhe me butësinë e tij. Kjo hap shpresa të mëdha, dimensione të mëdha, atë që është botë në mëkateve thotë i dhëmshuri dhe i butit do më shikojë mua me dhëmshurinë dhe butësinë dhe me mëshirën e tij. Ai që bën një gabim ka derën të hapur për t'u kthyer ke i madhi Zot. Ai i cili tronditet zemra për ditën e gjykimit kur do të dalë përpara sunduesit gjithësisë, thotë në atë ditë do të jem përpara kujt atij që është i butë dhe i dhëmshur. Dhe kështu vazhdoi vëlla dhe motër të begatoftë i madhi Zot, koncepti i madh në Islam. Ne kemi kohë që flasim që dimensionet parësore të kësaj feje janë mëshira, është morali, është etika, është sjellja, është paqja, është pastërtia, është bukuria. Këto janë parimet tona, cilat na mësoi neve i madhi Zot. Këto janë parimet kuptimore. Pastaj njeriu shkon në jetën e praktikës, janë 5 shtyllat e Islamit, e 6 kushtet e imanit e me radhë. Por parimet gjigande që na mësoi i madhi Zot në raport me qenien e vet, na mësoi që ai është mëshiruesi i madh, është i paqshmi. Na mësoi neve të jemi të moralshëm, të jemi të sjellshëm, të jemi me etik. Kush ishte profeti alayhis salam, që ne po i ngjajmë pak sot, shumë pak, është turp. E përshkruan Zoti i gjithësisë në Kur'an surën Tobe. Ka thënë bil mu'minine raufun rahim. Ka thënë me besimtarët ai që jetonte në atë kohë, kishte 2 cilësi, tha i butë i dhëmshur dhe i mëshirshëm. E ka vendos rauf përpara rahim, ka thënë i dhëmshur dhe i butë dhe i mëshirshëm. Sepse dhëmshuria, duke e marrë nga ky ajet, dhëmshuria është kulminacioni i mëshirës, kështu duhet të jetë i besimtar. Dhe nuk ka ilaç më të madh, dhe nuk ka si farmaci tjetër që shitet ky ilaç përveç Islamit. Burra që u pan në histori ishin shumë të egër, ishin diktatorë në natyrën e tyre. Kur u bën musliman dhe Ahabi i madhi, Zot rrezën e madhe dritës besimit Islam, u kthyen ato në butësinë e madhe që kërkon Islami, në mëshirën e madhe që kërkon kjo fe madhështore. Ku ka shembull më të madh se sa Omer ibn al-Khattabi, i cili kur e mori vesh që shërbetoria e tij ishte bërë musliman e goditi ai shumë sa i dhimbnin duart e tij, jo më ajo që po e godiste, si ishte bërë akoma musliman, ishte i egër shumë dhe godiste. Është ai i cili u nis për ta vrarë profetin alayhis salam. Rrugës i thanë është bë motra jote, shkoi e goditi pa mëshirë motrën dhe rrezoi dhe i derdhi gjakun asaj. Kur i madhi Zot e udhëzoi atë dhe a hapi rrezet e dritës zemrës tij, ai qante si fëmijë. Ai loste me fëmijët në familjen e tij. Dhe i ditë kur i dolën lotë pyetëm pse prisi besimtarëve ti po qan. Omeri i ashpër tashmë ishte i butë, i paqshëm, ashtu siç kërkos. Ai kishte mësuesin e madh që ishte i dhëmshur, profetin alayhis salam dhe i butë. Jetoi me atë dhe mori nga nektari i tij. Tha kam frikë se diku larg që un jam drejtuesi i atij vendi se kam shtruar rrugën dhe një kafshë rrëzohet dhe Zoti më dënon mua. Filloi nga njëri ashpër që rrifte derisa kur ishte musliman, thoshin njerëzit një gomar mund bëhet musliman, Omeri s'bëhet kurr. Ai shumë i çuditshëm ishte në ashpërsinë e tij. Një kafshë bëhet muslimane, i fshin shembullin, Omeri s'bëhet. Kur u bë, ju hap zemra se kështu është kur kuptohet Islami i mirë. Musliman dhe i ashpër, të beqatoft i madh i Zot, s'ke hy ashtu siç duhet. Se ke kuptuar Islamin ashtu siç duhet. Se Zoti i gjithësisë i qofshin falë është Rauf, i buti dhe i dhëmshuri. Ai është mëshiruesi i madh, ti ku je? Profeti i tij përshkruhet në Kur'an vet nga i madhi Zot, bil mu'minina raufun rahim, me besimtarët shumë i dhëmshur dhe i mëshirshëm. Duke shkuar për në shtëpi me Enes ibn Malik, ju afru njëri beduin ishte nga larg, i pa edukuar. Thotë kapi nga rroba profetin dhe i thoshte mi pasuri nga ajo që ke mbledh. Ishte mbledh Beitul Mal që quhej, Ministria po themi e Financave, që ishte pasuria aty. E kapi dhe e shtrëngoi, thotë Enes ibn Malik, aq shumë sa shenjat e rrobës ju dukën qafën e tij, me egërsi. Tha unë mendova çfarë do thot profeti alayhis salam. Duke e kuptuar kush ishte ai nga larg, aq ishte edukata dhe sjellja, profeti i madh i butë, edhe i sjellshëm dhe i dhëmshur. Thotë Enes ibn Malik,
Kur ai e liroi, e pa buzëqeshi dhe më tha, jepi nga ajo që kërkon. Jepi nga ajo që kërkon. Muslimanët historikisht dhe muslimanët që e kuptuan Islamin mirë, gjithmonë janë të matur, gjithmonë janë të butë, gjithmonë janë dëmshur. Zejnul Abidin ishte nga gjenealogjia profetike. Në xhami ishte siç jemi ne tani. Vjen një njeri, nuk i la gjë të keqe pa i thënë. Duke ofendu, duke e shajt, po mes njerëzve. Ishte i lagjës aty, dhe ai nuk foli. E pa me dëmshuri, me butësi, tha diçka ka, shejtani ka hyrë këtu. Dhe ai e nxori mllefin dhe inatin, prandaj njeriu duhet të jetë i matur, edhe iku. Ky s'foli. Ndarkët, edhe mos ta shifte askush, doli nga shtëpia vet dhe i shkoi ke shtëpia. Dhe trokiti. Me butësi. E hafi ai e pa, i kishte ra inati tani. Tha, dëgjoj, i tha Zejnul Abidin. Tha, dëgjoj, për ato që mi the, nëse i kam Zoti më falt. Nëse nuk i kam, të falë Zoti ty. Selam aleikum. Edhe iku. Sa eci 5 hapa i dorën lot. Edhe i shkoi mrapa, tha, pa dyshim, familja e profetit kjo është sjellja e tyre. Butësia, dëmshuria, mirësia është ajo që neve duhet kemi gjithë secili. Kjo është ajo që duhet shpalosim. Nuk mundet dot muslimani sinonimi i tij të jetë ashpërsia. Mos jetë etika, mos jetë sjellja, mos jetë dëmshuria, mos jetë butësia, këto janë gjëra që nuk na përkasin neve. Neve e pyetën një herë Ibn Omerin, shive, këtë mere, sikur nga gjithë xhumaja vetëm ky koncept që do them tani vlen. I than, ç'është devotshmëria? Tha, devotshmëria është që mos të mendosh se je përpara askujt për njerëzve. Mos të mendosh, tha, që të quhesh i devotshëm, të quhesh jetu shku me lartësi të mëdha afër sunduesit të pranoj ai, cilin do të shohësh nga musliman dhe nga njerëzit thush, këto janë gjithë përpara meje. Këto janë gjithë më të mirë se sa unë. I begatoft i madh i Zot sa të mirë janë, sa i keq jam unë si a di kusuret vetes. Profeti alayhis salam ishte ulë në xhami. Vjen shoku tjetër. Dhe ju afruan i thanë, o i dërguar i Zotit, filani, për një, profeti se kishte pa në herë. Mashallah. Për nga devotshmëria, për nga përkushtimi, për nga namazi, për nga sjellja. Se shejtani i ka portat njëra pas tjetrës. Tha profeti alayhis salam, elhamdulillah, i tha i dërguar i Zotit, po vjen, po hyn në xhami. Sa hyri, profeti e pa, tha ky është i prek në vezves nga shejtani mallkum. Dhe ngelën. Kur afroi i tha ati, o filan, se e kishin lavdru këto shumë, o filan, më thuj pasha të madhin Zot, kur erdhe dhe i pe gjithë njerëzit, dhe ato që i takove, a mendove me zemrën dhe me shpirtin tënë se unë jam më i mirë se të gjithë këto? Tha, po i dërguar i Zotit e kam mendu, kjo është prekja e shejtanit. Ne jemi gjithë secili do të kjo është, domethënë, hecën pak me dituri, me mirësi, me vepra, kur mos mendo se je më i mirë se të tjerë, s'është për edukatës fesë. Është për vezvesit shejtanit me të duk vetja që ke hyrë në xhenet tu qenë këtë botë, por është për islamit, për vizionit, për moralit, për kuptimit, për lirësisë, për mençurisë, për zgjuarsisë, që ti të kuptosh që ke meta pafund, ke shumë për të përmirësu, ke shumë borxhe akoma ndaj të madhit Zot, ku bëre xhenet lidi që në këtë botë. Kështu duhet më shpjegu njerëzve, mos janë nxini jetën njerëzve, duke i bezdis, duke i fol çdo, edhe për islam, jo çdo çast, jo pa tak, je kohën e dur. Me dikon kam pas dialog për 5 vaktet. I falte 5 vakte, po me sforcim. I thoj që as janë as i gjo. Borxhet që kemi ke i madhi, Zot janë pafund. Dhe prita. Derisa mu dha rasti. Si, do të çuditesh se si. E kishte sprovu Zoti gjithë dhëmbët e sipërme i kishin rënë. Dhe shkoi ke dentisti dhe i tha do t'i bëj mas javë. Shikoje me vëmendje. Po subhanallahu al-azim, me i qofshim fal atij që na krijoi. Na ka kriju të përsos neve. Dhe imagjinoni një person që mund t'i ketë gjitha pa dhëmbë, ja, subhanallahu, shëmtuar shumë. Po ai është, dhëmbët si ka. Jo të gjitha, vetëm këto lart. Tulet kjo e buzës dhe ngja subhanallahu se flet dot. Ma dorën përpara se të vjen turp të shikojnë tjerët ashtu. Dhe unë me etik, pa e prek, i thojsha, kur do t'i vendosësh? Inshallah, nesër shtyr dentisti, kaloi javë gjys. 2 javë. I thash,
Tha, sprove madhe qënka. Pasha Zotin, a nuk i luj presje. Thash, i madhëruar qoftë ai që i krijoi dhëmbët për njeriun. Mos fol më, tha mu, se s'pas ka gjë më të rëndë. Thash, e meriton t'ja falim 5 herë atij. Për Zotin, tha 50 herë meriton. Se si mendove ti, se si ka pas dhëmbët më përpara, si kemi ne, shikimin se kemi ne, argumentet si kemi ne. Jo, po njeriu është kryeneç. Njeriu si mendon, kur i mungojnë, i thash unë isha ke 50 merrte frikë, kishim bë debat për 5. Jo, tha, i meriton i madhërishmi 50, dhe unë themi i meriton 500, 5.000, 50.000, 5 milion, 5 miliard i qofshim falë ati neve. Se në çdo të mirë e pam për ati, as do kishim mundësi me folën në xhamim, qofse i madhërishmi neve, nuk do të na jipte nga mirësitë e veta, i qofshim falë Allahut xhelle xhelalu. Wa taqaddaset esmau. Po thirrja do në mençuri, jo çdo çast, jo çdo minutë, jep shembull me vepër dhe gje rastin kur t'ja japësh argumentin, jo për ta mërzit, por ai për t'i kuptoj çdo kush mirësitë e mëdha të Kryesit të gjithësisë. Sa ai nuk ka nevojë për askënd. Çdo gjë që e solli nga Islami është për të mirën tonë, për begatin tonë. Dhe për të qenë drejt përfundimit, gjë e mrekullueshme, vëlla dhe motër, të begatoftë i madh i Zot, ta njohësh sundusin e madh gjithësisë dhe të jetosh me ndjenjen që ai është i buti dhe i dhëmshëm. Ka thonë, domethënë ne si duhet me qenë. Ka thonë, inna rifqa. Këtë dëgjoje, edhe atë që thash dhe kjo do mbajt mend. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Këtë mund ta thot vetëm i profet. Këtë se thot do të kur kush më. Ka thonë, butësia nuk vendoset në një çështje vetë se e zbukuron, nuk largohet butësia nga një çështje vetë se ajo çështje shëmtohet. O vëlla dhe motër, të begatoftë i madh i Zot, ti që bën pjesë në fenë e Islamit, në fenë e butësisë dhe të dëmshurisë, ka thënë profeti alayhis salam, në një çështje që sillesh me butësinë të e zbukuron, ku futet ashpërsia e shëmton. Ja, parimi universal, zbatoje këtë njetë, je i lirshëm, je elastik, je i buzëqeshër, je i njeri, je i afërt, përqafoj njerëzit, fliti me respekt, fliti fjalë të ëmbla, në xhenet do jesh për vete, në xhenet do t'i çosh njerëzit që jeton me to. Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rafq. Tha, Zoti vetë është i butë. Shikoj profetin duke mësuar njerëzin, lumsi ato që marrin nga ky mjalë dhe këto perla. Tha, inna Allah, shikoj çfarë shpjegimesh madhështore. Inna Allaha rafiqun. Tha, Zoti i gjithësisë është vetë i butë. Po pse si mendove ti që e toleron kriminalin dhe i jep afat? E toleron jo besimtarin dhe i jep afat? Kjo është nga butësia dhe dëmshuria e tij për njerëzit, se kam dorë çast t'ia pushoj zemrën dhe të kaloj në infakt dhe të vdes. Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Tha, Zoti i gjithësisë është i butë, e don butësinë dhe njeriu. E tani imagjinoje ti të begatoftë i madh i Zot, ti jetosh me këtë ndjenjë që ti ke i Zot të butë dhe të dëmshur dhe të mëshirshëm. Do vi çasti që do ikim nga i madh i Zot. Ka thonë, men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqah. Tha, kur vjen çasti i fundit, kush e don dhe e dashuron takimin me Krijuesin, kjo është sprove madhe shumë. 2000 vjet thot du me jetu. S'ka gjë me ambush mendjen që duhet me vdek. Sa je 100, 200, 2000, 2 milion. Do të me shku ke veni i mirë atje ku na pret i madh i Zoti i dhëmshëm. Tha, men ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. I tha profeti, ishte ai që aty tha, kush e dashuron dhe e don takimin me të madhin Zot i madh i Zot e don takimin me të. Tha, i dërguami i Zotit, ai isha drejt, ball për ball. Tha, i dërguami i Zotit, tha, dëshirë të madhe me vdek nuk po kemi. Se e kujtoi që kush e don takimin me Zotin, sikur tani sa jemi këtu, hajde të vdesim. Profeti alayhis salam se kishte këtu. Tha, i dërguami i Zotit, asnjëri nga ne nuk e pret vdekjen kur po vjen. Tha, nuk është kjo. Tha, nuk është kjo kuptimi. Tha, kush është i dërguami i Zotit? Tha, kur vjet çasti që është saktuar që do vdesim, më tash më s'ka më as i frymardhje, nuk e çojmë dot më shumë. I dhëmshuri i madh, ar-Rauf, i buti i madh, i mëshirshëm i madh, i dashuri i madh, sunduesi i madh i gjithësisë, të dërgon ty engjëllin që merr shpirtrat. Dhe këtu hy kush? Butësia e tij, e sunduesit madh, gjykatësi suprem, s'ka mos lëviz as i gjë pa lejen e atij. I thot atij, shko
Dhe merja shpirtin me lehtësi dhe me dashuri dhe me mëshirë dhe me rahmet, dhe ai thot, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna. Kështu është në Kur'an, kjo është në Kur'an, sura Fajr, fundi i surës Fajr, i mrekulli e madhe. Tha ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirt i bindur ndaj Zotit gjatë gjithë jetës. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheu o shpirt i mirë, ka ai që të krijoi. Ti i kënaqur, ai i kënaq me ty. Hyr në turmën e njerëzve të mirë, hyrë në xhennetin tim. Tha u bashkëshortja ime, kur njeriu thotë është duke vdek dhe i ngjon këto, thos kur është koha ta takoj krijuesin tim. Dhe Zoti i gjithësisë thot, kur po vjen robi im që ta takoj dhe e du. Po ne subomi e musliman, se gënjen e media, gënjen revista, mashtrime, intriga, smirëzili, subomi er njerëz, skuptumi er islam, se dashurumi er Zot në gjithësi, se kuptum mjaltin e Kur'anit, se mi er qartë rrugën e profetit, mashtro njëri majtas, mashtro tjetri djadhës, intrig nga të gjitha anët, përgojim thashë e them dhe ne ngelëm të vegjël në islamin e madh. Dhe do ta mbyll me këtë. Gjithë spitalet më të mëdha të botës në Angli, në Gjermani, në Francë, vërtetun që njeriu nuk është vetëm materje. Si e vërtetun? Sepse njerëzit që kishin kaluar në gjendje kome dhe i kishte pushuar zemra dhe gjithë organizmi, kanë parë rastet qarta, të drejtë për drejta, që trupi është ngrit lart dhe e kanë parë veten e tyre, trupin e tyre, mjekët, doktorët, dhe kjo mbi 50% pacientëve që kanë qenë në gjendje kome. Kush e pa? Zemra s'punoi më, mendja s'punoi më, organizmi s'punonte më. Kush e pa? Kush u ngrit? Kush e vërtetoi? Kjo ka ndodhur në Angli, kjo ka ndodhur në Francë, kjo ka ndodhur në Gjermani, kanë bë statistikat spitalet më të mëdha në botë. Unë tregoj një xhamis tabakëve dhe e mbyll. Vllajin tonë kemi vjen këtu. Edhe për kësaj është bo musliman. Çka ka ndodhur? Argumentet gjithi kemi me dhjetra. Ato që janë jashtë feja ja jep Zoti çdo vit me dhjetra argumente që të kthehen. Ato nuk i vëzhgojnë, ato nuk i meditojnë, ato i injorojnë dhe i madhi Zoti nxorri jashtë rahmetit. Çdo njeri i jepet argumente përveç universit çdo kohë në jetën e vet që të kthej. Shkon në spital, i smur. Dhe Zoti e sprovon këtë vllajin ton. S'kishte lidhje me Islamin, se kishte kuptuar fare Islamin, nuk e njihte Islamin. Biles, ndoshta njihte Islamin e mediave që kanë lidhje me terrorizmin, prallat e ndryshme. Thot, kaloi një infarkt të rënd, edhe e humba. Kalova në gjendje të rënd. Infarkt zemër, pushon zemër. Thot, i madhi Allah. Këtu është, midis nesh. Madha i madhi Allah. Vjen fale tu këta vakt. Jo më i Anglisë, as i Francës. Pa fundi kanë njerëzit argumente, nuk i vëzhgojnë. Thot, si që isha në këtë gjendje që kalova, u ngreta nga trupi. Reale, përjetu me vetë. Thot, dhe nga ajo dhimbja e madhe e infarktit, kuptohet zemra, trupi është trup dhe ndjen, thot, u ngrita dhe e shikoja vetën time aty. I shifsha mjekët, ato elektroshotet, ato që i vendosin që duan të sjellin njeriu në jetë, ato goditjet e mëdha elektrike. Por unë tha kur u ngreta, inshallah këtë mbaje mend se kjo do ndodh me besimtarët e sinqertë dhe besimtarët, me muslimanët e sinqertë dhe muslimanet e devotshme. Tha kur u ngreta gjeta qetësi për çastin. Se jeta në tokë është shumë e rëndë. Kur shkojmë ke i madhi Zot, thot profeti asnjë Zot kthehet më në këtë botë, po na është bën neve dashur se jemi të vegjël. Kjo botë ka vlerën dhe mirësinë e vet, po kaq mjafton. Mos më e lidh shpirtin përjetësisht me u bë i vogël. Edhe thot, ato sekonda, se sekonda janë ato. Në ato sekonda thot e ndjeja veten më të qiet lart. Dhe shikoja mjekët që u afronin trupin tim duke i bërë ato goditjet elektrike. Dhe thot mbas disa sekondash që ja shpjeguar mbrapa që kanë qenë vetëm sekonda, vetëm sikur më morën, po sikur më hodhën në një beton. U kthy shpirti në trup. Dhe thot për çastin kur i pash doktorët nga qetësia që isha, i thash, pse nuk m'lat? Realisht. Po ç'a ndodhi? Ka që i ndodh, po nuk e kuptojnë. Thot mbas asaj, kanë edhe javë, 2 javë në spital, mbas asaj thot kam medituar në shtëpi. E kam thonë, kjo është argument i qartë. Sepse trupi ishte aty dhe shpirti u ngret. Kjo është vërtetuar në spitale me mjetet duke ambat zemrën dhe shpirtin, po ne po themi duke ambat edhe trurin që s'punonte, po ne po themi rasti ka ndodhur konkret. Dhe thot subhanallahu alazim, fillova të lexoj për Islam. Dhe e gjeta që ajo që kisha përjetuar ne kishte shpjeguar i madhi Zoti qofshin fal.
Vëllezër motra nderuar, lej tjerat e Kuranit është e sakt. Kjo që është treguar është e sakt. I madhi Zot do të na e marrë shpirtin i ditë, inshallah me iman e me mëshirë shkojmë xhennetin Firdaus. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. الآن أحسن الكلام يبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام. I qofshim fal madhit Zot, na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. Vëllezër motra nderuar, as mos dal Zot nga xhamia vetë se dalim të pastër si engjëjt e qiellit nga gjinafet. I madhi Zot na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhis salam. I madhi Zot të qofshim fali mëshiroj dhe begatoj baballarët edhe nënat tona. Ato që janë këtë botë, i madhi Zot mbuloj me të mirat e tua. Ato që kanë udhëtuar me shpirtin e tyre, ndriçoja shpirtin i madhi Zot. Arsimoj, bëjt moral që mfali dhe mëshiroj të rinjtë dhe treja tona. Boj fëmijët tanë i madhi Zot se ti je dëgjuesi i madh, dietar të mëdhenj të umetit islam. Boj hafiz Kuranit famlar dhe ruaj ato i madhi Zot nga çdo e keqe. Sundos i madhi gjithësisë të qofshim fal, na bot jetojmë si të devotshëm, të vdesim si të devotshëm me fjalën la ilaha illallah dhe kur t'japim shpirtin i madhi Zot ti jesh i kënaq me ne. I madhi Zot na bën nga banorët e xhennetit Firdaus, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Qofse jemi në xhennet o fuqi plot, na mund sot ta shikojmë lartësinë, bukurinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, më i lartë, më i miri, të qofshim fal. Vëllezër motra nderuara, dy vëllezërve tonë i kanë ndruar jetë nënat, afërsisht në të njëjtën ditë. I madhi Zot i mëshiroft nënat e tyre. I madhi Zot i dhot tyre vëllezërve durim, dhe i madhi Zot i shpërbleft për durimin e tyre dhe ato i qoftë në xhennetet e Firdausit. I vllash në vështirësi të madhe, më tha një familjar i vet, Zoti e liroft nga ajo vështirësi. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah yamiru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.